25% tariff on all cars that are not made in the United States. We will respond forcefully. C'est pas le moment de nous imposer des tarifs. Në sloganin Amerika e para, presidenti Donald Trump I ka shpallur botës një luftë tregtare. Arma me të cilën po lufton janë tarifat, të cilat për të janë një mjet ekonomik gjithëpërfshirës që mund të rikthejnë aftësinë prodhuese të Amerikës, të ushtrojnë trysnin ndaj shteteve të huaja lidhur me mosmarrëveshjet kyçe, të rivendosin balancin tregtar dhe të gjenerojnë sasi të konsiderueshme parash, që mund të ndihmojnë për tejkalimin e deficitit amerikan dhe reduktimin e barrës së borxhit. Për Trumpin tarifat nuk janë një skenar I ri. Ai e ka provuar këtë edhe gjatë mandatit të parë me shënjestër kryesore Kinën, duke taksuar shumicën e produkteve të saj. Pekini u përgjigj me masa reciproke duke vendosur tarifa ndaj një sër produktesh amerikane, nga fruta tek automjetet. Ai përdori gjithashtu kërcënimet për më shumë taksa për të detyruar Kanadan dhe Meksikën të rinegociojnë paktin tregtar të Amerikës së Veriut. Por a funksionoi atëherë dhe ç'është më kryesorja? A do të funksionojë tani një politikë e tillë? Cilat do të jenë pasojat globale dhe a do të lëkundet Europa nga turbulencat të reja? Për këtë do të flasim në këtë episod të Ditarit Ndërkombëtar. Ne do të taksojmë shtetet për bërjen e biznesit në vendin ton dhe marrjen e vendeve tona të punës, marrjen e pasurisë son dhe shumë gjërave të tjera që I kanë marrë për gjatë viteve. Kanë marrë kaq shumë nga vendi ynë, aleate, rival dhe sinqerisht miqt kanë qenë ndonjëherë më keq se armiqt. Dhe kjo është shumë modeste. Ajo që do të bëjmë është vendosja një tarife prej 25% ndaj të gjitha automjeteve që nuk janë të prodhuara në SBA. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi vendosjen e tarifave prej 25% ndaj automjeteve apo pjesëve të automjeteve që importohen në SBA, në një lëvizje që me gjas do të rrisë çmimet për konsumatorët amerikan dhe do të zhysë në kaos zinxhirët e furnizimit në përbot. Tarifa do të hyjë në fuqi në 2 prill dhe pritet të zbatohen si për veturat dhe kamionet e përfunduar që importohen në SBA, ashtu edhe për pjesët që përdoren për automjetet në fabrikat amerikane të prodhimit. Këto tarifa do të prekin si marka të huaja ashtu edhe ato amerikane, të tilla si Ford Motor apo General Motors, të cilat prodhojnë disa prej automjeteve të tyre në Kanada ose Meksik. Presidenti thot se masat do të sjellin në rritje të jashtëzakonshme për industrinë, duke premtuar hapjen e vendeve të reja të punës dhe investimeve në SBA. Por analistët paralajmërojnë përmbyllje të përkohshme të kompanive të rëndësishme të prodhimit në SBA, rritje të çmimeve dhe dëmtim të rënd të marrëdhënieve me aleatët. Well, for sure, if these tariffs hold, and we know the president is liable to change things. Po nëse këto tarifa do të rezistojnë, pasi ne dim se presidenti mund të ndryshojë gjërat në momentin e fundit, do të shohim rritje të çmimeve të automjeteve. Dua të them, edhe 3 prodhuesit e mëdhenj këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë se kjo do të rrisë kostot në zinxhirët e tyre të furnizimit, por do të duhet kohë para se pasojat e rritjes të reflektohen, sepse nuk është njësoj, si për shembull rritja e tarifave për një produkt bujqësor, një lëvizje që reflektohet menjëherë nëpër supermarkete. Tarifat e automjeteve janë diçka që për të parë efektet e plota do të duhen javë, muaj, madje edhe vite. Sigurisht, presidenti shpreson se kjo gjë do të nënkuptojë se në Shtetet e Bashkuara do të shtohet prodhimi. Ky është një nga qëllimet e tij të deklaruara dhe qartësisht po e ndjek atë. Nëse presidenti do t'i qëndrojë kësaj politike, do të ishte një ndryshim 50 vjeçar në ekonominë amerikane. Ai po flet për t'ju rikthyer filozofisë së gjysmë shekullit të fundit, e që është, për sa kohë që çmimet e aksioneve po rriten dhe çmimet e konsumit po bien, nuk ka asnjë problem, dhe thot në fakt se ne kemi nevojë për një balancë. Ne kemi nevojë për më shumë prodhim në Shtetet e Bashkuara, kemi nevojë për të ardhura. Kemi nevojë për rritje në sektorët e prodhimit. Ai është I shqetësuar veçanërisht për fusha si çeliku. Çdo diskutim për tarifat, veçanërisht kur vjen nga kufijtë e SBA, Meksikës dhe Kanadas, lidhet me një sistem që ne kemi ngritur prej një kohe të gjatëshme dhe për shumë vite I kemi
parë këta kufi kur bëhet fjalë për tregtinë si praktikisht të padukshëm. Duke i kthyer këto kufi, do të jetë e vështirë për ata që tradicionalisht mendohen si prodhuesit vendas të automjeteve, sepse ata kanë shpenzuar shumë për të prodhuar disa ose të gjitha pjesët e makinave të tyre për te kufierit, ndonse mund të jenë afër, si në Kanada ose në Meksik. Kjo mund të sjellë një rritje më dramatike të çmimit krahasuar me një kompani që prodhon brenda SBA-s, por merr disa pjesë nga jashtë, kështu që ka të ngjarë që të ketë një ndikim tek ata prodhues automjetësh që tradicionalisht janë konsideruar si vendas. Shtetet e Bashkuara kanë importuar 474 miliard dollar produkte automobilistike në 2024, përfshirë mbi 8 miliona automjete pasagjerësh me vlerë prej 240 miliard dollarësh. Kjo përbën afërsisht gjysmën e shitjeve të përgjithshme. Meksika është furnizuesi kryesor i automjeteve në SBA, e ndjekur nga Korea e Jugut, Japonia, Kanadaja dhe Gjermania. Po ashtu shumë prodhues automjetesh në Shtetet e Bashkuara operojnë në Meksik dhe Kanada, sipas kushteve të marrëveshjes afatgjatë për tregtinë e lirë mes tyre. Tarifat janë një grusht i rëndë për Europën në një kohë kur marrëdhëniet me Washingtonin janë përkeqësuar ndjeshëm për çështje si lufta në Ukrainë apo aleanca transatlantike 10 vjeçare me zbejjen e rolit amerikan si garantues i sigurisë europiane. Vendimi për tarifat ka nxitur zemërim bar botror dhe po kërcënon të dëmtojë në mënyrë të pakthyeshme. Raportet e SBA-s me aleatët, qeverit nga Ottawa në Paris kanë kërcënuar të kundërpërgjigjen me masa të ngjashme, në atë që po merr gjithmonë më shumë formën e një lufte të gjerë tregtare, e që po trontit bursat në të gjithë globin. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e cilësoi lëvizjen si të keqe për bizneset dhe akoma më të keqe për konsumatorët. Gjermania ishte mes vendeve që reaguan më ashpër, duke thënë se nuk do të dorëzohen dhe se Europa duhet të përgjigjet me vendosmëri. Zotimet për hakmarrje kanë ardhur edhe nga ekonomi të tjera të mëdha botrore, me Kanadan që e cilësoi vendimin si një sulm direkt, e që foli për prishje të marrëdhënieve me Donald Trumpin, me Francën që e komentoi zhvillimin si lajm shumë të keq, dhe Kinën që akuzoi Washingtonin për shkelje të rregullave të tregtisë ndërkombëtare. Aksionet e gjigantëve gjerman të prodhimit si Porsche, Mercedes dhe BMW ranë ndjeshëm pas njoftimit bashkë me ato të kompanisë franceze Stellantis, prodhuese e Jeepit, Peugeot dhe Fiatit. Presidenti amerikan ka kërcënuar të vendosë tarifa edhe më të larta, nëse Europa bashkëpunon me Kanadan për t'i bërë atë që e quan dëm edhe më të madh ekonomisë amerikane. We will respond forcefully. Do të përgjigjemi me forcë, asgjë nuk përjashtohet për të mbrojtur punonjësit dhe vendin tonë. In our response to these latest tariffs, Përgjigja jonë ndaj tarifave të fundit është të luftojmë, të mbrojmë dhe të ndërtojmë. Ne do të luftojmë tarifat amerikane me masa reciproke tregtare dhe ato do të kenë impakt maksimal në SBA dhe minimal këtu në Kanada. will have maximum impact in the United States and minimum impacts here. Është e qartë se Shtetet e Bashkuara nuk janë më një partner i besueshëm. Nous sommes plus un partenaire fiable. Pour le coup, je pense que c'est pas une bonne idée. Mendoj se nuk është një ide e mirë. Ja kam thënë edhe Trumpit dhe do të vazhdoj t'ja them. Në një moment kur po shohim se tregjet në SBA nuk e konsiderojnë këtë një politikë të mirë ekonomike, në një moment kur presidenti Trump i kërkon me të drejtë europianëve të bëjnë më shumë për të garantuar sigurinë e tyre, nuk është momenti të na vendosen tarifa. Nuk është koherente. Vendosja e tarifave do të thotë thyrje e zinxhireve të vlerave, do të thotë të krijosh në afat të shkurtër një efekt inflacioni dhe të shkatrosh vendet e punës. Pra nuk është mirë për ekonominë amerikane apo evropiane, në të njëjtën mënyrë. Nuk është mirë për ekonomitë kanadeze apo meksikane. Mendoj se ka një lloj paradoksi kur shoh se aleatët kryesor të Shteteve të Bashkuara janë të parët që takohen. Nëse gjeopolitika aktuale kërkon të thuar se të parët që duhet të taksohen janë Kanadaja, Meksika dhe evropianët dhe të mos ndërmarrësh hapa të tillë për pjesën tjetër, atëherë nuk e kuptoj rendin e gjërave dhe gjeopolitikën që ata ndjekin. Është e qartë se tarifat e njoftuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kenë një ndikim të rëndësishëm në ekonominë globale, por çmimet do të rriten masivisht edhe në SBA. Kolegët tanë kanadeze kanë bërë të qartë. Tarifat amerikane janë de facto taksa speciale për konsumatorët amerikanë. Ne si europian kemi themele të forta të mbështetura nga 450 milion njerëz dhe tregu i përbashkët më i madh në botë. Kështu, do të mbrojmë industrinë dhe vendet tona të punës,
siç është njoftuar Komisioni Evropian, do të kundërpërgjigjet. Duhet të konsiderojmë kundërpërgjigjen e nevojshme ndaj këtij njoftimi. Natyrisht të gjitha opsionet janë në tyrezë. Kina ka vënë re se partnerët kryesor tregtar të SBA kanë reaguar. Nuk ka fitues në lufta tregtare dhe ato tarifore dhe asnjë vend nuk mund të zhvillohet duke vendosur tarifa. Veprimet amerikane shkelin rregullat e Organizatës Botërore të Tregtisë. Minojnë sistemin multilateral tregtar të bazuar në rregulla dhe interesat e përbashkëta të njerëzve në të gjithë botën. Për Europën, SBA është destinacioni më i madh i eksportit në industrinë e automobilëve dhe në vitin 2023, prodhuesit europian eksportuan automjete dhe pjesë me vlerë prej 56 milion eurosh në SBA. Industria e makinave në Europë gjeneron 13.8 milion vende pune, ose 6.1% të totalit të punësimit në BE. Prandaj kontinenti i vjetër preket veçanërisht nga masa e re që njoftoi presidenti amerikan. Më të ekspozuarit janë prodhuesit gjerman dhe italian, duke qenë se 24% e eksporteve gjermane dhe 30% e atyre italiane jashtë BE-s shkojnë në SBA. Gjermania është vendi i disa prej prodhuesve më të mëdhenj të automobilëve, të tillë si Volkswagen, Mercedes-Benz dhe BMW, por ndërsa shtetet europiane reaguan me zemërim duke premtuar kundërpërgjigje të vendosur, prodhuesit amerikanë të automjeteve janë më pak të ekspozuar, pasi eksportojnë vetëm 2% të prodhimit të tyre në BE. Pavarësisht kësaj, aksionet e Fordit dhe General Motors në SBA ranë ndjeshëm pas njoftimit të Trump për tarifat. Industria automobilave në Gjermani do të vuajë në mënyrë të konsiderueshme nga tarifat e miratura rishtazi në Shtetet e Bashkuara. Fakti është se rreth 450.000 automjete eksportohen në Shtetet e Bashkuara. Volkswagen është veçanërisht i prekur, pasi vetëm 20% e automjeteve që shet në Amerikë janë të prodhuara atje. Një pjesë e madhe prodhohen në Meksik dhe pjesa tjetër eksportohet nga Europa. Në këtë aspekt, Volkswagen, Audi dhe Porsche janë veçanërisht të prekura, por Mercedes dhe BMW gjithashtu shesin në Shtetet e Bashkuara 15 ose 16% automjeteve në të gjithë botën, dhe shumë prej tyre transportohen dhe eksportohen nga Gjermania në Shtetet e Bashkuara. Në përgjithësi, industria me zinxhiret e saj të furnizimit është ekstremisht e varur nga tregu amerikan. Në fund të fundit është tregu i dytë më i madh global i automobilëve dhe gjatë dekadave të fundit ka patur një fokus më të madh në prodhimin në rajon. Por fabrika prodhimi janë ngritur gjithashtu në Meksik, dhe fakti që tarifat prekin edhe këtë vend, ky është një faktor shumë negativ. Tregjet financiare realisht u tron ditën dhe pam se çmimet e aksioneve, jo vetëm për prodhuesit europian të makinave, por edhe ato amerikan, ranë. Pra është e qartë se kjo politike re tarifore është shumë negative për tregjet financiare. Ato po tregojnë se do të ketë impakte negative, si për ekonominë amerikane ashtu dhe të europiane. Është e vështirë të përkthesh ndikimet me numra, por ne e dim se sektori europian i prodhimit ishte edhe më parë në gjendje të dobët. Numrat nuk janë shumë të mirë, kështu ajo që do të ndodhë me këto tarifa shtesë është se do të kemi presion të shtuar ndaj prodhuesve gjerman dhe europian. Se si do të reflektohet kjo është e paqartë, pasi ne nuk e dim se kërkesa në SBA do të ulet apo nëse konsumatorët amerikan do të jenë të gatshëm të paguajnë çmime më të larta për automjetet amerikane, apo nëse prodhuesit europian do të shohin tkurrjen e fitimeve të tyre. Është njëra nga këto të dyja, por ajo që është e qartë është se do të dëmtojë dhe do të godasë industrinë europiane të automobilave në një moment shumë të dobët. Tarifat janë pjesë qendrore e vizionit ekonomik të Donald Trumpit, e madje thot shpesh se tarifa është fjala e tij e preferuar. Kreu i Shtëpisë së Bardhë pretendon se taksat do të inkurajojnë konsumatorët amerikanë të blejnë më shumë prodhime vendase, duke i dhënë shtysë ekonomisë së vendit e duke rritur sasinë e taksave të mbledhura. Trump kërkon të reduktojë hendekun mes vlerës së mallrave të importuara nga SBA me ato që eksporton në vendet e tjera. Për shembull, SBA pati një deficit tregtar prej 213 miliard dollarësh me BE-n në vitin 2024, diçka që Trump e cilëson një mizori, por cilat janë produktet që ka vënë në shënjestër deri më tani? Tarifat ndaj automjeteve janë pjesë e një riformësimi të gjerë të marrëdhënieve globale nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili planifikon të vendosë ato që i quajnë taksa reciproke, që siç thotë do të përputheshin me tarifat dhe taksat e shitjes të vendosura nga vendet e tjera. Ai ka vënë një taks importi prej 20%
ndaj të gjitha importeve kineze për rolin e saj në prodhimin e fentanilit. Po ashtu ka aplikuar tarifa prej 25% ndaj Meksikës dhe Kanadas, me një taks më të ulët prej 10% ndaj produkteve energjetike kanadeze. Një pjesë e tarifave ndaj këtyre dy vendeve janë pezulluar, përfshirë taksat ndaj automjeteve, pasi prodhuesit e makinave kundërshtuan dhe Trump u përgjigj, duke u dhënë 30 ditë kohë deri në prill. Presidenti amerikan ka vendosur gjithashtu tarifa prej 25% ndaj të gjitha importeve të aluminit dhe çelikut, duke hequr edhe përjashtimet nga taksat e mëparshme të vitit 2018 për metalet. Planifikon gjithashtu taksimin e çipëve kompjuterik, ilaçeve farmaceutike, lëndën e drurit dhe bakrit. Kreu i Shtëpisë së Bardhë ka paralajmëruar se do të prezantojë një listë të re të produkteve që do të taksohen më 2 prill. Gjatë një takimi të kabinetit më 26 të shkurt, ai ka thënë se do të njoftojë sanksione specifike ndaj produkteve amerikane. Ka kërcënuar tarifa prej 200% ndaj alkoolit të blerë nga BE, në kundër përgjigje të planeve për një taks 50% ndaj whiskit amerikan. Ky është vetëm fillimi. SBA do të rrisë më tej tarifat në muajin prill. Bashkimi Evropian ka hartuar gjithashtu një listë produktesh që mbulojnë drurin dhe gjëra të tjera në kundërpërgjigje të tarifave amerikane. Situata mund të përshkallëzojë dhe të shndrohet në një luftë të vërtet tregtare. Ky është një lajm i keq për konsumatorët. Eine Eskalation geben, es wird einen Handelskrieg geben. Tutto una catastrofe perché Është një katastrofë sepse kjo është si një rrodhë që rrotullohet. Por gjithashtu për Amerikën është një problem. Nuk është vetëm për Italinë. Ne nuk eksportojmë verë, por ata as nuk e pinë. Gjërat që i marrin këtu në Itali do t'i paguajnë 2 fish më shumë, dhe kjo nuk është mirë as për prodhuesit e djathit italian apo të tjerë. Nëse ka tarifa kundër Italisë, ata do të konsumojnë më pak produkte të prekura. Është një problem për ne italianët sepse ne e prodhojmë. Ne do të humbasim për shkak të kostos së verës, kështu që nuk më pëlqen shumë kjo. Kjo është diçka që ka ndodhur tashmë në vitet e kaluara, kështu që Trump ka sjellë përsëri atë që ishte një ide 5 vjet më parë, nëse nuk gaboj. Trump ka kërcënuar prej vitesh të taksojë automjetet e huaja me qëllimin për të kthyer prodhimin në SBA, por nuk do të jetë kaq e lehtë dhe për më tepër një politikë e tillë do të rëndojë drejt për drejt në xhepat e konsumatorëve. Ekspertët parashikojnë se tarifat e reja mund të rrisin çmimin mesatar të automjeteve në Shtetet e Bashkuara me deri në $5.000 nëse prodhuesit ja kalojnë të gjithë koston blerësve. Kjo rritje mund të jetë edhe më e lartë, deri në $10.000 nëse administrata Trump aplikon taksën e plotë për automjetet e prodhuara në Meksik dhe Kanada. Prodhuesit dhe furnizuesit vetëm tani po e marrin veten nga vitet e paqëndrueshmërisë, pas ndërprerjes së prodhimit nga pandemia e COVID-19. Jo do të thotë se çmimet kanë qenë shumë të larta, stimuj të ulët dhe kishte pak mundësi për marrëveshje. Gjatë pikut të pandemisë, konsumatorët vazhduan të blinin automjete edhe me çmime më të fryra. Por tarifat e Trumpit mund t'i bëjnë automjetet e reja të paritshme për konsumatorët, veçanërisht duke marrë parasysh shenjat në rritje për inflacion të gjerë në të ardhmen në të gjithë ekonominë. Mos keni frikë, ne do të fitojmë gjithçka, shkroi Trump në rrjetin social Truth më herët gjatë muajit, duke pretenduar se tarifat e reja po injektonin që tani sasi të shtuara parash në vend. Por një sondazh i zhvilluar së fundmi nga The Guardian tregoi se shumica e amerikanëve ishin të shqetësuar mbi impaktin që tarifat do të kenë tek financat e tyre. 90% e demokratëve, 69% e të pavarurve dhe 57% e republikanëve raportuan se ishin të shqetësuar për tarifat. Po ashtu grupet industriale i kanë rënë këmbanave të alarmit, duke pretenduar se eliminimi 10 mijëra vendeve të punës në të dy anët e kufirit do të nënkuptoj humbjen e rolit të lidershipit të Amerikës Veriore sa i përket automjeteve, duke inkurajuar kompanitë të ndërtojnë dhe punësojnë diku tjetër. E po shumica e prodhuesve nëse preken nga tarifa prej 25%, me gjas do t'ja kalojnë një pjesë të kësaj kostoje konsumatorëve. Nuk është e mundur që prodhuesit ta përballojnë vetë këtë rritje. Ata do duhet të kalojnë një pjesë të kostos, por ajo që nuk dim është se sa, kur dhe në cilat përqindje. Pra mendojeni kështu.
Një makinë më e shtretë ka mundësinë të përballojë një rritje çmimi. Ata mund të krijojnë paketa të ndryshme, madje mund të ulin pak fitimin nga ajo makinë, nëse bëhet fjalë për shembull një makinë me vlerë $100,000, ndërsa për një makinë që kushton më pak se le të themi $40,000 nuk ka vërtet hapësirë për të përballuar atë kosto, dhe kjo do të ketë një ndikim i cili fatkeqësisht do të prekte një grup konsumatorësh që kanë më pak mundësi për të përballuar një rritje çmimi. Afford to have a price increase.